mos e mbyll këtë video ende. Sepse ajo që do të dëgjosh tani, mund të ketë lidhje direkte me këtë natë. Ka momente në jetë kur gjithçka duket e heshtur, kur lutjet duken të papërgjigjura, kur qielli duket i mbyllur. Por ka diçka që shumica nuk e din. Zoti shpesh lëviz pak para agimit. Jo në mes të zhurmës, jo në kulmin e ditës, por në orët kur askush nuk e pret. Dhe nëse ti ndihesh i lodhur, nëse ndihesh në pritje, nëse mendon se asgjë nuk po ndryshon, mund të jesh pikërisht në pragun e kthesës. Qëndro deri në fund, sepse para se të agoj, ka një lëvizje që ndodh në heshtje. Ka një moment të veçantë para agjimit. Është ora kur gjithçka duket e qetë, pothuajse e ngrirë. Nuk është më nata e thellë, por ende nuk është dritë. Dhe shumë njerëz dorëzohen pikërisht në këtë moment, sepse errësira duket më e gjatë se kurrë, sepse lodhja është më e rëndë, sepse përgjigja ende nuk ka ardhur. Por ajo që nuk e din është kjo. Shumë nga lëvizjet më të mëdha të Zotit ndodhin pikërisht para se të agoj. Dhe ndoshta, ti je në atë moment tani. Ka betejë që zhvillohen pa zhurmë. Askush nuk i sheh, askush nuk i duartroket, askush nuk e kupton sa e vështirë ka qenë për ty. Ti buzëqesh para të tjerëve, por brenda ka pasur lodhje. Ti ke vazhduar të ecësh, edhe kur zemra jote donte të ndalonte. Dhe ndoshta je pyetur, apo më dëgjon Zoti? Po, sepse para se ta agoj, ai po lëviz pikërisht në mes të asaj lufte që askush tjetër nuk e pa. A e ke ndjerë që kohët e fundit gjithçka u bë më e rëndë? Si ti ishte një presioni pa dukshëm mbi jetën tënde? Si ti ishe duke ecur kundër erës? Disa dyer u mbyllën, disa njerëz ndryshuan, disa plane u vonuan. Dhe ti mendove se ishte humbje, por ndoshta ishte pozicionim. Sepse para se të agoj, errësira duket më e dendur. Para se të vijë kthesa, presion vetet. Nuk ishte për të të ndalur, ishte për të të përgatitur. Ka një arsye pse Zoti nuk vepron me një herë. Sepse në pritje, diçka formohet brenda teje. Durimi, forca, besimi që nuk varet nga rrethanat. Nëse përgjigja do të vinte me një herë, ti nuk do të bëhesh e versioni që je duke u bërë tani. Zoti nuk po vonon për të lënduar. Ai po pret momentin kur gjithçka të jetë gati. Kur zemra jote të jetë më e fortë, kur mendja jote të jetë më e qartë, kur hapi yt të jetë më i sigurt. Dhe shumë herë, ai zgjedh të lëviz pikërisht para se të agoj. Ka shenja të vogla, të heshtura, por reale. Një ndjesi e çuditshme paqeje në mes të pasigurisë, një ide që të erdhi papritur, një takim që duke i zakonshëm, por nuk ishte. Kur Zoti fillon të lëviz, ai nuk bën gjithmonë zhurmë, ndonjëherë ai rregullon gjëra në heshtje. Njerëz që po vendosen në vendin e duhur, situata që po ndryshojnë pa e kuptuar ti, dyer që po përgatiten të hape. Ti mendon se asgjë nuk po ndodh, por prapa perdes, gjithçka po zhvendoset në favorin tënd. Shpesh, para mrekullisë, vjen heshtja. Një heshtje që duket si fund. Një moment ku lodhja është më e madhe se shpresa, ku pyetjet janë më të forta se përgjigjet. Ti mendon, Zot, apo më dëgjon? Por pikërisht aty, kur forcat e tua duken të shteruara, kur nuk ke më plan B, kur nuk ke më kontroll, është sekonda para kthesës. Sepse Zoti lëviz më fuqishëm, kur ti nuk mbështetesh më në forcën tënde, por në besimin tënd. Errësira nuk u shtua për të trembur. U shtua sepse agimi është shumë afër. Ka gjëra që ti i quajte humbje, por në të vërtet ishin mbrojtje. Ai projekt që nuk funksionoi, ajo marrëdhënie që u prish, ajo derë që nuk u hap. Ti u zgënjeve, por Zoti pa atë që ti nuk mund ta shihje. Ai pa rrezikun përpara. Ai pa lodhjen që do të vinte. Ai pa rrugën që do të largonte nga qëllimi yt. Dhe ai e mbylli derën.
jo për të të ndaluar, por për të të drejtuar. Sepse para se të agoj, ai pastron rrugën. Kur agimi vjen, nuk ndryshon vetëm drita jashtë. Ndryshon diçka brenda teje. Ti nuk je më ai person që u tremb. Nuk je më ai që dyshoj. Nuk je më ai që u dorëzua në mendime. Nata të forcoj. Pritja të pastroj. Heshtja të mësoj të dëgjosh. Zoti nuk po përgatit vetëm një situatë të re. Ai po përgatit një version të ri tëndin. Sepse bekimi që po vjen kërkon një zemër më të fortë. Dhe ti tashmë po bëhesh gati. Ndoshta ti po e pret një shenjë të madhe, një mrekulli të dukshme, një ndryshim të menjëhershëm, por agimi nuk shpërthen menjëherë. Ai fillon me një vijë të hollë drite në horizont, dhe nëse shikon me kujdes, ajo vijë tashmë është aty. Ndryshime të vogla në mendjen tënde, një guxim që nuk e kishe më parë, një paqe që po rritet pa arsye të dukshme. Këto nuk janë rastësi, janë fillimi, sepse para se të agoj plotësisht, qielli fillon të zbehet dhe jeta jote po hyn në atë moment. Para se të agoj plotësisht, ka një moment kur gjithçka ndryshon në heshtje. Dhe ai moment është tani. Zoti nuk është duke menduar nëse do të lëviz. Ai tashmë po lëviz. Në favorin tënd, në kohën e duhur, në mënyrën që do të befasoj. Ndoshta nuk e sheh ende plotësisht, por po e ndjen. Një siguri e re, një forcë e re, një besim që nuk lëkundet më si më parë. Kjo nuk është fundi i natës, është sekonda e fundit para agimit. Dhe kur dielli të ngrihet, ti do ta kuptosh pse gjithçka ndodhi kështu. Sepse Zoti lëviz gjithmonë në favor të atyre që presin me besim. Para se të mbyllim, dua të bëj një pyetje të sinqertë. Po sikur kjo natë të mos jetë e zakonshme. Po sikur gjithçka që ke kaluar deri tani të ketë qenë vetëm përgatitja për diçka që tashmë ka filluar të lëviz. Ndoshta nuk je këtu rastësisht. Ndoshta kjo fjalë ishte pikërisht për ty. Nëse e ndjen në zemër që diçka është gati të ndryshojë, shkruaj në komente. Unë besoj se para se të agoj, Zoti do të vepërojë. Mos e shkruaj thjesht si një koment. Shkruaje si një deklarat, si një akt besimi. Dhe nëse kjo fjalë të preku, dërgoja dikujt që ka nevojë ta dëgjojë sot. Sepse ndonjëherë, kthesa fillon kur ne e deklarojmë me zë. Dhe ndoshta, kjo është nata jote.